Temperaturat e ulta që kanë bizotruar në të gjithë vendin kanë shkaktuar edhe bllokimin e disa prej rrugëve kryesore. Për ditën e sotme, gjendja paraqitet më e vështirë në qarkun e Elbasanit, ku sipas informacioneve aksi Liblar-Steblev është i bllokuar dhe po punohet për hapjen e tij. Po ashtu në Vlorë, në qarkun e Llogaras, qarkullimi duhet të kryhet me zinxhir pasi trashësia e borës ka arritur 30 cm. Në qarkun e Gjirokastrës në aksin e Rinçajub dhe në qarkun e Korçës në aksin Pogradec-Sqaftan, po punohet për hedhjen e kripës pasi temperaturat shumë të ulta kanë shkaktuar ngrica. Lëvizja është e detyrueshme të kryhet vetëm me zinxhir. Qarqet e tjera në vende të cilat janë të mbushura me borë janë edhe Shkodra, Kuksi, Dibra, por gjendja është nën kontroll. Të qeta dhe pa probleme paraqiten qarku i Tiranës, Durrësit, Beratit, Fierit dhe Lezhës. Problemi të ftohtit në këto ditë i është shtuar edhe mungesa e energjisë elektrike, e cila mungon në një pjesë të qarkut të Korçës, ku mira banor të Voskopojës, Vidkuqit, Mokër, Leshnicës të Pogradecit vuajnë përballjen me temperatura të ulta. Errësira ka përfshirë dhe fshatat të qarkut të Dibrës për shkak të motit të keq, ku temperaturat kanë shënuar -17 gradë dhe prej 4 ditësh janë pa energji rreth 40% e komunave.